këto lloj produktesh janë absolutisht të ndaluara me ligj dhe me gjithçka që këto produkte nuk duhet të tregtohen. Institucionet e varësisë, siç janë inspektoratet, duhet të jenë më konkret, më rezultativ, më të vendosur për të marrë masa për zbatimin e këtij ligji. Dhe pse para një viti, pothuajse, 2 deputet të Parlamentit Shqiptar, Braçe dhe një deputet tjetër, e forcuan këtë ligj, e forcuan këtë nen për ndalimin e konsumit të produkte të duanit. Por vallë, a e mori vesh kush nga shitcat ambulant, nga inspektoratet që vendosin një ligj i tillë dhe hajde ta zbatojmë, që ishte forcuar ligji, neni, jo, në mënyrë absolute, u votua në parlament, u bërë në parlament, dhe nuk pati një fushat të madhe sensibilizuese nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Arsimit, që këto ligje dhe këto janë më ndëshkuese për ata që thyejnë ligjin, me qëllim që të bëj një promovim i këtyre neneve.